Kontrolle intensive nga forca e posaçme Shqiponia goditet një tjetër rast i veprimtarisë kriminale në fushën e narkotikëve. Vihet në pranga një 21 vjeçar që shpërndante doza kanabis në qytetin e Vlorës. Sekuestrohen rreth 60 doza me lëndë narkotike kanabis sativa gati për shitje. Forcat e posaçme Shqiponia në vijim të kontrolleve intensive për evidentimin dhe goditjen e palishmërive, garantimin e rendit dhe sigurisë, si dhe parandalimin e shpërndarjes së lëndëve narkotike, veçanërisht në zonat urbane dhe turistike, ka vjuar të ushtrojë kontrolle në lagje të ndryshme të qytetit, ku si rezultat, në lagjen 28 nëntori, u kap në flagrancë një 21 vjeçar, banues në lagjen Kushtrimi, i cili dyshohet se ndante lëndën narkotike në doza dhe shiste atë në zona të ndryshme të qytetit të Vlorës. Gjatë kontrollit fizik, të shtetasi u gjetën se sekuestruan cilësinë e provës materiale 60 doza lëndë narkotike të llojit kanabis sativa. Në përfundim të veprimeve proceduriale nga specialistët për hetimin e narkotikëve të Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë, u bë arrestimi këtij shtetasi për veprën penale, prodhimi dhe shitja e narkotikëve. Materialet i referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme hetimore.